Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi se pas ditëlindjes së VMRO-s do të bisedojnë me partnerët për riformatimin e qeverisë. Vlerëson se për 24 vjet autostrada Shkup-Llac mbeti në letër. BDI thekson se 2 kilometrat e shpëtuan projektin të mos bëhet rrugë magjistrale. Ministri Azer Aliu deklaroi se kanë ofruar zgjidhje alternative deri në zgjidhjen finale të problemit të parkingut në qendrën klinike universitare. Policia e Kosovës arreston 5 serb të përfshirë në masakrën e Reçakut. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kreu i qeverisë Hristian Mickoski ka paralajmëruar se javën e ardhshme pas festimit të ditëlindjes së VMRO-s do të fillojnë bisedimet me partnerët e koalicionit qeveritar lidhur me riformatimin e qeverisë. Duke folur për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, Mickoski theksoi se partia e tij ka mandat 4 vjeçar që ka fituar nga qytetarët dhe se synimi mbetet mbajtja e zgjedhjeve të rregullta. Ndërkohë, kreu i VMRO-s nuk ka dashur që të komentoj spekulimet për një dorëheqje të mundshme të Ali Ahmetit nga posti i kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Qershori pritet të jeti sikletshëm për ministra e zëvendës ministra, pasi kryeministri i mashinisë Veriu të Hristian Mickoski ka paralajmëruar se pas 17 qershorit do të nisin bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Megjithatë, ai nuk dha detaje se kush do të largohet e kush do të emërohet dhe se cilat ministri do të përfshihen në ndryshyme. Javën e ardhshme pas festimit të ditëlindjes së partisë, që do të mbahet më 17 qershor në Strumic, duke filluar nga ora 20 në stadium, do të fillojnë bisedimet me partnerët e koalicionit qeveritar lidhur me rikonstruimin e qeverisë. Kreu i qeverisë foli edhe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, i cili theksoi se partia e tij ka mandat 4 vjeçar që ka fituar nga qytetarët dhe se synimi mbetet mbajtja e zgjedhjeve të rregullta parlamentare në pranverën e vitit 2028. Megjithatë, ai shtoi se janë të gatshëm për zgjedhje nëse ato kërkohen ose imponohen nga rrethanat politike. Politikisht kur hyn në gjysmën e dytë të mandatit është logjike të jesh i përgatitur për zgjedhje, qofshin ato të rregullta apo të parakohshme, nëse kërkohen nga opozita. Por opozita jo nuk po kërkon zgjedhje, ajo është e fshehur. Vetëm 3-4 persona dalin në konferenca për shtyp me të pavërteta dhe fyerje, kryesisht ndaj meje. Tani që kanë mundësinë të tregojnë në terren se sa ndikim kanë ato sulme dhe të pavërteta, ata thjesht po ikin. Nuk është hera parë që LSDM-ja vepron kështu. Në historinë e saj, LSDM-ja e ka bërë këtë shumë herë. I pyetur për të komentuar njoftimet e lidhur me një dorëheqje të mundshme të Ali Ahmetit nga posti i kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Mickoski refuzoi të jap koment, duke theksuar se bëhet fjalë për çështje të brendshme partijake, në të cilat nuk dëshiron të ndërhyjë. Ndërkohë, kryetarja e Partisë Liberal Demokratike Monika Zajkova ka deklaruar se është e papranueshme të flitet për zgjedhje të reja në kohën kur qytetarët po përballen me rritje të inflacionit, çmimeve dhe vështirësitë ekonomike. Ajo vlerëson se është e pajustifikueshme të kërkohen zgjedhje të parakohshme kur shumica e qeverisë në kuvend ka pothuajse 2/3 e deputetëve dhe ka mundësi të plot për të miratuar vendime dhe zgjidhje. Sipas Zajkovës, qytetarët janë lodhur nga ciklet e shpeshta zgjedhore, të cilat nuk kanë sjellë ndryshime të prekshme, ndërsa shteti është varfëruar dhe institucionet janë bërë më pak funksionale. Kryetaria e LDP-s theksoi se mandati 4 vjeçar duhet të shfrytëzohet plotësisht për punë në interes të qytetarëve. Edhe sot kanë vazhduar reagimet për zgjedhjen e punëkryesit për ndërtimin e pjesës së mbetur të autostradës Shkup-Llac. BDI ka theksuar se 2 kilometrat e shtruara gjatë qeverisjes së tyre shpëtuan projektin të mos bëhet rrugë magjistrale. Ndërkohë, Vlen thekson se shqiptarët po e presin këtë autostradë me dekada, ndërsa ajo duhet të ishte përfunduar afërsisht në kohën kur familja Ahmetit e bleu Soravin. Lidhja shqiptare Zjadin Seles thekson se përfaqësuesit e Vlenit bën atë që kanë kritikuar ndër vite qeverit e kaluara, duke paralajmëruar zvarritjen e finalizimit të projektit edhe për 3 vjet e gjysmë.
Koalicioni Vlen vlerëson se autostrada Shkup-Blac po hyn në fazën e realizimit konkret, ndërsa me përfundimin e procedurës për përzgjedhjen e kontradiktorit, një nga projektet më të rëndësishme infrastruktore dhe strategjike për vendin po merr drejtimin e duhur. Nga Vlen thonë se për 24 vjet me radh, qytetarëve ju është premtuar kjo autostradë, por siç thonë ata, ajo mbeti vetëm në letër. Ky nuk është vetëm një investim në asfalt dhe beton, është një investim në lidhjen strategjike me Kosovën, në zhvillimin ekonomik, në qarkullim më të shpejtë të njerëzve dhe mallrave dhe në krijimin e mundësive të reja për bizneset dhe qytetarët. Partia në pushtet thekson se angazhimi i zëvendës ministres Kaltrina Zekolli dhe koordinimi me institucionet përgjegjëse dhe partnerët ndërkombëtar po japin rezultate konkrete. Ndërkohë, Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se në kohën kur studimet fillestare e vlerësonin se kjo autostradë nuk ishte ekonomikisht e arsyeshme. Sipas tyre, ata kanë marrë një vendim strategjik dhe politik që Blaca, si porta kryesore drejt Kosovës dhe pjesë e korridorit 8, të lidhej me Shkupin përmes një autostrade moderne dhe jo përmes një rruge të zakonshme magjistrale. Një nga vendimet më të rëndësishme ishte ndërtimi i 2 kilometrave të para të autostradës. Ky segment nuk u realizua rastësisht, por si një garanci strategjike që projekti të mos mund të ndryshojë më vonë në një rrugë magjistrale. Pikërisht, këto 2 kilometra e bën praktikisht të pamundur devijimin e konceptit të fillestar. BDI bëri të ditur se për 2 vjet me radh projekti është bllokuar dhe se u shoqërua me deklarata kontradiktore, pretendime për ndryshim traseje, ide për reduktimin e tij në rrugë magjistrale dhe tentativa për ta paraqitur si një projekt të ri. Po ashtu, sipas BDI-s, janë shpenzuar edhe rreth 8.850.000 denar për analiza dhe ndryshime, vetëm që në fund të riktheheshin te zgjidhja e përgatitur nga ata. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se që nga marrja mandatit nuk ka qëndruar duar kryq dhe ka ofruar zgjidhje alternative dhe në zgjidhjen e problemit të parkingut në qendrën klinike universitare. Ai ka paralajmëruar për televizionin Shenja se javën e ardhshme pritet të hapet procedura tenderimit për ndërtimin e parkingjeve në kate. Ndonse më 7 mars të këtij viti, Ministria e Shëndetësisë nënshkroi kontratë me parkingjet e qytetit për ndërtimin e parkingjeve të reja, pacientët që frekuentojnë qendrën klinike Nën Tereza edhe më tutje vazhdojnë të përballen me vështirësi dhe mungesa të vend parkimeve. I pyetur nga televizioni Shenja për kaosin që krijohet në qendrën klinike, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se nuk ka qëndruar duar kryq dhe ka ofruar zgjidhje alternative deri në zgjidhjen e problemit të plotë. Në ndërkohë e dini që në momentin e parë, në javën e parë si Ministri i Shëndetësisë, nënshkruam kontratë me një institucion privat që të mundet në ndërkohë të punësuarit të parkohen atje dhe deri sot, derisa flasim 350 të punësuar parkohen ende në atë institucion privat. Paramendoni edhe ato të kishin parkuar tani në brenda, si do dukeshte klinika universitare Nën Tereza. Aliu megjithatë thotë se sipas kontratës së nënshkruar, parkingun e qendrës klinike për 15 vitet e ardhshme do ta menaxhojë ndërmarrja publike parkingjet e qytetit dhe të njëjtit së shpejti pritet të fillojë ndërtimin e parkingjeve në kate. Ai sqaroi se javën e ardhshme më së voni pritet të hapet procedura e tenderimit. Infrastruktura horizontale nënkupton senzorat, pasi që gjithë parkingu do të jetë edhe i digitalizuar, ndërsa infrastruktura vertikale nënkupton edhe garazhet që do të jenë në kate. Për atë shkak qytetit të Shkupit i duhet të hap 2 procedura paralele dhe sipas kryetarit të Shkupit që u dëgjova më tha që pas kalimit të buxhetit automatikisht puna e parë do të hap procedurën për këtë. Pas hapjes së procedurës, pas mbarimit administrativ, besoj që me një do të fillon me investimet në infrastrukturë, besoj që do të na kap tamam pjesa e verës edhe do të ketë edhe më pak presion nga pacientët. Kjo nuk është hera e parë që një ministër i Shëndetësisë paralajmëron evitimin e problemit me hapësirat parkuese në qendrën klinike. Të njëjtin premtim e kanë dhënë edhe të gjithë ministrat që në të njëjtën karrige ishin të ulur para Azir Aliut. LSDM vlerëson se buxheti shtetëror është në gjendje të rënduar financiare dhe se deficiti planifikuar vjetor tashmë është tejkaluar. Partia opozitare thekson se qeveria ka krijuar borxh të ri prej 2.5 miliardë eurosh, ndërsa nuk ka siguruar mjete as për rritjen e pagës minimale.
Partia opozitare maqedonase LSDM ka akuzuar qeverinë për përkeqësim të gjendjes ekonomike në vend, duke vlerësuar se qytetarët po përballen me një standard të gjithnjë e më të ulët jetese. Antarja Këshillit Ekzekutiv të LSDM-s, Renata Mladenovska, tha se buxheti është në gjendje të rënduar financiare dhe se deficiti planifikuar vjetor tashmë është e kaluar. Sipas saj, qeveria ka krijuar borxh të ri prej 2.5 miliard eurosh, ndërsa nuk ka siguruar mjete për rritjen e pagës minimale, mbështetjen e bujqve dhe nevojat e qytetarëve. Mladenovska prezentoi edhe masat ekonomike të platformës së Shteti Yt, Mundësia Jote, duke paralajmëruar kontroll më të rreth për subvencione shtetërore për kompanitë dhe mbështetje të veçantë për bizneset eksportuese dhe ato me potencial zhvillimor. Paga minimale do të harmonizohet automatikisht me koston e jetesës, inflacionin dhe pagën mesatare. Nëse rriten çmimet, duhet të rriten edhe pagat. Nëse rritet fitimi i kompanisë, duhet të rritet edhe paga e punëtorit. Kjo është e drejtë. Nga LSDM theksojnë se ekonomia duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe paralajmërojnë politika që sipas tyre do të sigurojnë paga më të larta, zhvillim rajonal dhe mbështetje për kompanitë që japin rezultate konkrete. Partia në pushtet ka kritikuar sërish qëndrimin e LSDM-s në raport me Bullgarinë. Brane Petrushevski, deputet nga rradhat e VMRO-s, deklaroi se krerët e LSDM-s duket se nuk e kuptojnë pikërisht servilizmin ndaj udhëheqës të Sofjes, është shkaku i fundosjes së tyre. Venko Filipçe dhe udhëheqja e LSDM-s të verbuar nga dëshira për pushtet dhe për shkak të pamundësisë për të arritur atë, janë arrestuar me vendosshmëri në anën e Sofjes së zyrtare. Këtë e ka deklaruar Brane Petrushevski, deputet nga rradhat e VMRO-s. Sipas tij, krerët e LSDM-s duket se nuk e kuptojnë se pikërisht mbajtja e kësaj ane dhe servilizmi ndaj udhëheqjes së Sofjes është shkaku i fundosjes së tyre. A është mundur që dikush të jeti përgatitur të shes gjithçka që zotëron gjithçka maqedonase? A është mundur që dikush të pranoj pa kushte diktatet nga Sofja zyrtare për të përfshirë bullgarët në kushtetut, duke e ditur se kërkesat nuk ndalen këtu? Po, është e mundur dhe këtë e dëshmojmë çdo ditë. E shohim Filipçen duke i shërbyer Sofja zyrtare, i cili sillet si një përfaqësues special i politikës bullgare në Maqedoni. Sipas Petrushevskit, qëndrimi servil i Filipçes ndaj Bullgarisë po i kthehet të çdo ditë si bumerang. Ai ka thënë se ndryshe nga Filipçe dhe udhëheqja e LSDM-s, VMRO-DPMN qartësisht e vendos shtetin mbi të gjitha. Qartësisht punojnë për të mirën e çdo qytetari në Maqedoni. VMRO-DPMN qartësisht po ndërmerr hapa drejt përmbushjes së vlerave europiane, përdorimit të tyre të përditshëm, deklaroi Petrushevski. Ministria e Punëve të Brendshme ka realizuar një kontroll të përforcuar për sanksionimin e kundërvajtjeve që janë kryer nga drejtuesit e bicikletave, motocikletave, tricikletave, katërcikletave dhe trotineteve elektrik. MPB thekson se në rajonin e Manastirit janë konstatuar gjithsej 80 kundërvajtje të kryera nga motociklistët, ku sipas tyre 44 për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, 5 kundërvajtje për drejtim të mjetit në ndikimin e alkoolit, 7 masa për skadim të vlefshmërisë së lejes së qarkullimit dhe 22 masa për kundërvajtje të tjera. Pesë persona janë arrestuar këtë të diele gjatë një operacioni të përbashkët të Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës në kuadër të hetimeve për krime lufte në rastin e njohur si Reçaku 2. Sipas Prokurorisë Speciale, të arrestuarit dyshohet se kanë qenë pjesë e njësive speciale të policisë serbe që morën pjesë në operacionin e 15 janarit 1999 në Reçak, ku vranë 42 civil shqiptar. Gjatë operacionit janë realizuar urdhër kontrole në disa lokacione, ndërsa një person i 6 i dyshuar nuk është gjetur në vendbanimin e tij. Prokuroria bëri të ditur se të arrestuarit janë të nacionalitetit serb dhe ish pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. 4 prej tyre janë pensionistë, ndërsa njëri vazhdon të punojë në shërbimet postare në Serbi. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçlia ka përgëzuar Policinë e Kosovës, Prokurorinë dhe AKI-n për aksionin, duke theksuar se krimet e luftës nuk do të mbeten pa ndëshkim dhe se ndjekja e përgjegjësve do të vazhdojë pa kompromis.
Ushtria izraelite ka kryer disa sulme ajrore në periferi jugore të kryeqytetit libanez Beirut të dielën, pavarësisht anëpushimit në fuqi, avion luftarak bombarduan qytetin pa paralajmërim paraprak. 2 shpërthime u dëgjuan në zonë, ndërsa tymi u pa duke u ngritur nga vendet e goditura. Ushtria izraelite pretendoi në një deklaratë se sulmet goditën një objekt që i përket grupit libanez Hezbollah. Sulmi së dielës erdhi disa orë pasi ministri izraelit i sigurisë kombëtare dhe ministri i financave bën thirrje për sulme ajrore pas 2 sulmeve me dron nga Hezbollahu në veri të Izraelit. Bashkimi Evropian po përgatitet që të pres për herë të parë talibanët në Bruksel për bisedime teknike mbi kthimin e afganëve në vendin e tyre, pavarësisht kritikave të ashpra nga grupet për të drejtat e njeriut dhe shenjave se sundimtarët e Afganistanit po e shtojnë edhe më tej shtypjen ndaj grave. Bloku prej 27 antarëve nuk e njeh qeverinë e udhëhequr nga talibanët, por ka planifikuar të takohet në qershor me shumë gjas me 22 ose 23 qershor me një delegacion të regjimit islamist afgan të udhëhequr nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme. Talibanët morën pushtetin në gusht të vitit 2021 kur forcat ndërkombëtare u tërhoqën nga Afganistani 2 dekada pasi militantët ishin rrëzuar nga pushteti. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshi.